Kancelari I ri I Gjermanisë, Friedrich Merz, zhvillon sot takimin e parë me presidentin amerikan Donald Trump në zyrën ovale. Takimi vjen ndërsa Evropa kërkon të shmangë tarifat e Shteteve të Bashkuara dhe të ruajë mbështetjen amerikane për Ukrainën. Është parashikuar që konservatori 69 vjeçar, I cili mori drejtimin e ekonomisë më të madhe të Evropës, muajin e kaluar, t'i bashkohet Trumpit për drekë dhe më pas të zhvilloj bisedime kok më kok, për të cilat analistët thonë se mund të përcaktojnë lidhjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë për vitet në vijim. Ekonomia e Gjermanisë e orientuar drejt eksportit pritet të pësojë humbje si pasojë e tarifave amerikane, më shumë se sa vendet e tjera, ndërsa Berlini është mbështetësi I dytë më I madh ushtarak të financiar I Ukrainës në luftën kundër pushtimit rus, pas Shteteve të Bashkuara. Lidhur me luftën në Ukrainë, Merz shpreson të bindë Trumpin që të rrisë presionin mbi Putinin përmes sanksioneve të reja dhe për ta bindur atë të bjerë dakord për një arpushim. Vizita e kancelarit gjerman në Shtëpinë e Bardhë vjen përpara samitit të vendeve të G7-s në Kanada më 15 deri më 17 qershor dhe një takimi të NATO-s në Hag në fund të muajit.